Ne gjithashtu kemi propozuar që ato stadiumet të shërbejnë edhe për luat mesdhetare 2030. Ai do të quhet, stadiumi do të quhen kampi shumë etnik, do ta ketë në fokus, do ta ketë shkollat e futbollit, do ta ketë shkollën e futbollit në fokus, pra të vegjël moshat e reja në futboll. Aktualisht kemi një lloj marrëveshje ende jo me shkrim me Federatën e Futbollit të Kosovës dhe me Ministrinë e Sportit. Kemi dërguar atje edhe planin zbatues për stadiumin këtë rast për stadiumet në Kishnis dhe besojmë që së shpejti do të fillojnë punimet. Për momentin s'ka punime. Sipas Ministrisë është vënë në prioritet, por presim shpejt ndoshta edhe tek rishikimi i buxhetit, pasi që dihet mirë që Ministria e Kulturës dhe Sportit tashmë është e ndomë dhe ekzistojnë disa barriera kështu për të filluar punimet më herët.